Nuk jem shumë i sigurt dhe më duket Edi ka qenë njëtin ku me këtë vajzën që hini tash sot me Jasminën. Edi vetë po e thot për momentin, Jasmina është një farë penicillini, kam i trazu ujrat, a ju ka dasht shtëpijës, se di, pak vonë për kësi personazhe, nështë api fillimin më akon në shkondësh, nuk e di sa ka me pas rrugtimin, nuk është Jasmini person që njihet për strategji, ma shumë vërtet edhe mani nate, i ka shumë personale sa në dyqysh, po nështë edhe ka ndryshu. Prajmi me mbledh në përgjithësi, jo si prajmi 8, i dyti nështë. Është të çuditshme që ky Big Brother pa arrin me majt on top me shikime, për dallim me Big Brother tjerë, nëse i kishirni prajmin 8 me prajmin 8, ky deri tash ka shumë ma shumë klikime, po shumë ma shumë, se pesho që për shfash një dovar shqetësime në komente. Por nësh, s'po di qa me thonë për këtë prajmë Allahe.